ishte një surprizë, po thuaj gjithë se pas 14 viteve të shqipim me persona që me miq, vëllezër. Ne kemi kryer shkollën e muzikës edhe në Shkodër. Programi i shkollës tonë fillonte nga ora 6:30 mëngjesit deri në 10 darkës. Mendoj se rezultati i kësaj miqësie, dashurie midis nesh është fakti se jemi rrit bashkë. Njësë fillonte studimi teknik, pastaj orë të mësimit. Kur shkote ora drejkës, u ktheheshim në shkollë, kanë luajtur shumë rol mësuesit tonë, se na rrishin afër. Ato mas drekën na ndiqnin gjatë studimit, bashin atë kohë të dëzhur. Rezultati është ky, një rritje bashkë, sidomos në moshën më delikate. Me shumë vetë kemi filluar 6 vjeça, kemi mbaruar 24 vjeça, duke konsideruar gjithë shkollën 12 vjeçare plus konservatorin, për shembull me Elin, me tjerë që janë aty. Me Mozen jam njoft në vitin e parë shkollës mesme, një vajzë talentume, Armandon e kam njoft gjithmonë. Ajo që më pëlqen, kemi filluar qysh moshë të re, krijoshim një grup në shkollë, një grup muzikor, ku Moza knote gjithmonë, ishin në atë periudhë këto delegacione të ndryshme që vishin, sidomos francez ose nga Italia. Ishte një grup 99% i bërë nga klasa jonë,